Nikol, ngjarjen më dramatike që mbaj mend unë nga vitet e mia në koha jon është djegja e saj. Momentet kur atë mëngjesin e 3 marsit kam hyrë, kam gjetur kompjuterin tim të djegur dhe gjithë redaksin të shkrumbuar, madje edhe muret ishin të le të themi të mitrajluara, që gjurmë që ishin gjuajtur dhe me plumba. Ti cilën periudhë më të vështirë mban mend? Si që thatë dhe ju, që qenë gazetarë në koha jonë, kjo është ngjarja më tragjike për një media të lirë në Shqipëri, jo vetëm për koha jonë. Ngjarje shumë e dhunshme, e egër e pushtetit, që dogji redaksin, dogji fjalën e lirë, e dhunoi, dhe ka pasur edhe një gazetar, Zamir Duli, i cili flinte dhe banonte në zyrët e gazetës, jo kujtoni mirë, se s'kishte ku flinte, pas punë kishte një dhomë bodrum që flinte, dhe siç është edhe në librat që janë tashmë edhe faktet, dhe që është një dosje në prokurori që nga 97-a deri më sot herë kthehet në polici, herë kthehet prapë në prokurori, gjykat. Është zbardhur se kush e ka djegur? Ne paktën e dim po. Akoma plotësisht juridikisht, proceduralisht është zbardhur. Por kjo ngjarje, e cila thash dogji gjithçka, kompjutra gjithçka, gazeta nuk doli nga data 3 mars deri me datë 12 prill, se s'kishte me çfarë dilte, pra ishte redaksia ti e kujton, ishte shkrumbuar me plumba gjithandej, zyrët e gazetarëve, kompjuter të djegur. U krijua një situatë shumë e vështirë që edhe unë nuk kisha as kompjuter ku t'i gjeja, por edhe ndjesha shumë i friksuar për jetën e gazetarëve, mos gabon Hotel Rogni që ishte atëherë forcat e huaja që ruhej Hotel Rogni. Një natë ose 2 natë kam siguruar disa gazetarë që u thash ky është vendi më i sigurt për gazetarët e Tiranës dhe të rrethës. Disa kanë fjetur në bodrume ambasadash që të flinin aty që të ishin të sigurt për jeta e gazetarëve. Pra ishte jeta e gazetarëve përveç redaksisë së djegur ishte në rrezik. Bile kërkuan për të vrarë Martin Leken, Frok Çupin e tjerë. Pra ishin situatë absolutisht shumë e vështirë, e cila shkoj pastaj me krimin e qeverisë së stabilitetit të Bashkim Finon me 9 mars mos gabon, të 97-s. Pra deri më 12 prill gazeta Koja nuk doli. Sapo doli nga një donator që kishte parë lajmet në Rai Uno italian, Nicola Grauso, e kam bile këtu në arshivin e madh. Sardenja, i cili kishte parë me Ylli Pepën që është regjisor në televizion, regjisor i njohur, gjeti një adresë dhe erdhën morëm thanë që ka parë që gazeta më e madhe e Shqipërisë është djegur nga pushteti dhe do të dhurojë 10 kompjutra ishin Macintosh me një printer kompjuter të mëdha asaj kohe. I solli, fal absolutisht asnjë lek, asnjë gjë fare, vetëm për një shenjë solidariteti me median në kohën jon. Dhe ne filluam me 12 prill prap. Por ta kishte dëshuar paksa Shqipëria. Kishte dëshuar koha, sepse kishte ardhur qeveria e stabilitetit, armët ishin hapur gjithandej, doli nano nga burgu dhe me 6 vjetorin, 6 maj 1997, unë bëra këtë lloj Edut Reali, që mund ta shikoni. Gazeta nuk është pronë as e Berishës as e Nanos. Dhe në fakt pasi ke sulmuar Berishën në 92-97, 98 e më pas ke sulmuar Nano. Dhe quhej si gazetë që kryej një front politik i së djathës, duke thënë që gazeta Koha Jonë është gazeta e së majtës. Ju e shikoni vetë, pra është dokument, është nga faksimilja e gazetës Koha Jonë. Kjo është me 11 maj 1997. Pra bëra vetë, nuk është pronë as e Sali Berishës, as e Fatos Nanos. Se gazeta është krijuar e lirë dhe mbetet e lirë aq sa mund jesh i lirë në Shqipëri. Megjithatë, Nikol, përtej kësaj janë dhe raportet njerëzore, sepse në kohën kur nuk kishte opozitë. Opozita e gjitha ishte në zgrip të mbijetesës. Me liderin e saj në burg, ky njeri që opozitën e tij ja kishte zëvendësuar kjo gazetë Koha Jonë. Në një farë mase që ndikoi, ishte faktori kryesor që rrëzoi Berishën atë periudhë. Pati kur doli nga burgu, pati një ndjesi mirënjohjeje, ose një detyrimi moral ndaj këtij institucioni. Absolutisht, ky qëndrim i menjëhershëm, i parë dhe akoma në pushtet. Në Zëndan Qershor erdhi Nano në pushtet. Pra qenë maj, pra një muaj përpara,
Unë kisha bindjen, si që kam pasur për herë, që kjo do jetë gazetë e lirë, aq sa mund të jesh i lirë në Shqipëri. Ta kam thënë 2 herë sa mund të jesh i lirë në Shqipëri. Por ishim pra të lirë në sensin që shkruanim atë çfarë mendonim, atë çfarë shikonim, atë çfarë gjenim me dokumenta dhe çdo dokument që ishte në interes të qytetarëve ne kemi pasqyruar dhe botuar. I ka djegur, kujt i ka djegur s'kemi interesuar fare. S'na ka pas asnjë lloj ndjenje frike. Dhe sapo bëra këtë, Nano erdhi në qershor 1997 në pushtet dhe në shtator që dha dorëheqjen Fino, kryeministri i qeverisë së pajtimit kombëtar, dhe Nano menjëherë absolutisht unë i kam kërkuar, ka qenë zëvendës kryeministër Bashkim Fino dhe ministri i financave Arben Male, apo atë kohë. Unë u zgjodha, bëra një gabim që nuk du ta bëja, kandidova për deputet, sepse doja me kë parti? Isha zonë e lirë dhe la zonë të lirë gjithë Partia Socialiste, pra e majta, gjithë frontin e majtë. Por autoriteti dhe i gazetës Kojon ishte absolut dhe ishte asnjë parti nuk mund dilte përballë botuesit të gazetës Kojon pra atë kohë dhe u futa me një lloj idealizmi siç kishim krijuar gazetën e parë të pavarur në Shqipëri, që edhe në parlament, pra nga gazetë, nga media, edhe në parlament kritikoi, sulmoi mafjen, krimin, por ky ishte zhgënjimi i dytë në parlament, në shtator 1997, ndërkohë që isha botues i gazetës më të madhe të kohës, isha dhe deputet i Lezhës, dhe fillova dal nga dal të kritikoj se njerëzit ishin të zhgënjur nga pushteti Saliu, të vrarë nga pushteti i parë, por njerëzit donin rënd publik, donin jetesë, doshin garanci për jetën, pra nuk boll iku e kaluara, donin çfarë krijon. Dhe unë fillova të kritikoj në parlament kryeministrin. Në një moment bëmi shkrim ne, mos lajthit zoti kryeministër për Nanon, dhe menjëherë kriju ideja në PD se lesi kaloj me ne dhe i ra Nanos. Unë këtu e kritikova në sallë parlamentit dhe i thash, zoti kryeministër, me mafjen doganave, me njerëz që po keni ardhur në pushtet, keni ardhur në emër të votës së 29 qershorit 97 dhe po përdorni pushtetin për interesat të një grupi biznesi. Po. Këtu u ndam përfundimisht me Fatos Nanon për atë kohë, sepse filloi pastaj epoka në 97-ën iku. Në 98-ën. 98-ën iku me vrasjen e Azem Hajdarit, po 97-ën iku viti i parë që Ben Blushi del edhe këtu tash ku do na del Ben Blushi. Po ti themi Ben Blushit, po merrem me emisionin e Baba Ramës. Besoj nuk e pret të pjesë. Blushi prap histori e gazetës, është? Jo, do ta shikoj, ku do ta shikoj do ta shikoj. Po nuk mund ta marr telefon direkt në emision. Po. Dhe në këtë kohë unë kritikova, Blushi asaj kohe ishte këshilltari i Fatos Nanos. Po, ishte këshilltari i zëvendës. Po, dhe zëvendës i Nanos. Dhe unë fillova të kritikoja her pas here qeverinë socialiste. Në këtë kohë mbyllet epoka e parë e medias lirë kurajoze në Shqipëri për mua. Pra deri në 98-ën, sipas librit, historisë, fakteve, asaj që unë kam përjetuar dhe asaj që unë logjikoj. Për shtatë edhe ti. Sepse në qoftë se deri atë kohë kishte botues, Carlo Bolino ishte i gazetës shqiptare, ishte gazetar profesionist. Ylli Rakipi ishte gazetar profesionist. Pavarësisht se kishim linja editoriale të ndryshme, Nazarko ishte profesionist. Ishte Ileran Zhupa profesionist. Pra, ishte bota mediatike e disa njerëz të krahëve të ideve të ndryshme, po që ishin ama gazetarë në profesion, intelektual në thelb disa, dhe që bëm një media secili sipas linjave të ndryshme, por ama nuk ishim kurrë të lidhur me interesa që për të marrë leje të ndërtimit, tendra etj që u krijua pas 98-s. Pra epoka e gazetarisë, së lirë, të pavarur, kurajoze, e botuesve, e gazetarëve që nuk kanë konflikt interesi me pushtetin, mbaroi me 98. Pse lidh me lejet? Mbaroi, po të vim tani te pjesa e dytë e librit. Ja, atë libri tregon historinë e gazetës Kojon, të medias Kojon, po edhe të shtypit tjetër indirekt. Në këtë kohë hyri për herë të parë në median e shkruar, akoma sa kishte filluar radio televizionet private, filloi duke TV Shiaku, Radio Koha që ishte në 97-ën, filluan sulmi i biznesit në media. U krijua gazeta Shekulli e para, e cila
nga konkurrencë normale ka rënë konkurrencë jo normale, jemi dëshmitar. Ne kishim 400 lekë edhe Albania edhe Rakipit, edhe Gazeta Shqiptare e Karlo Berlinës, edhe Koha Jon, edhe gjithë tjerët. Pra sa ishte kosto reale. Kishte diferencë normalisht për të fituar për rrogo dhe për aktivitetin e një media. Marzhi normale i funksionimit. Ktu filloi biznesi. Dhe pastaj ndër vite, pra pjesa e dytë e epokës ku fut biznesi, një pjesë e biznesit sipas meje në momentin e sotme është biznes korrekt, që ka financon dhe investon në media, që e bën për parimet e shenjtë të informacionit, por një pjesë jo e vogël, ose më saktë pjesa më e madhe e biznesit që sot ka hyrë në median e shkruar dhe radio televizive, është një biznes që duhet, siç u bë dekriminalizimin politik, duhet edhe dekriminalizim media. Më fal të ndërpres pak Nikol. Një minutë. Okej, do flasim. Kanë financuar media për të bërë pazare me pushtetin. Pra çdo pushtet i rrallës. Avokatinë askujt Nikol, mos kemi do në këtë moment kur hyn këta në pak më vonë duhet këtë që nga 99-a kjo që hyn shumë si përmarrës të tjerë në tregun mediatik, në gazeta. A mos është një moment normal zhvillimi kur kalohet nga stadi artizanal në stadin industrial? Pa diskutim. Dhe thoni doon që shisnin nën kosto. Pse nën kosto? Dhe sa nën kosto? Jo, bravo. Që ta kuptojnë njerëzit do si funksionon. I dashur koleg. Unë kam këtë mendim dhe këtë bindje që nuk e ndryshoj edhe me intervistën tuaj, që biznesi, siç janë në vendet europiane, natyrisht një gazetë që u bë epoka e parë, dekada e parë e Koha Jon dhe disa mediave tjera ishte shumë e vështirë, sepse do interesoshe, ishte vetë botues, ishte po themi gazetar, ishte menaxher, do të merresh me gjithçka për të bërë median, shumë e vështirë, dhe hyri epoka e një biznesi që kishte para dhe investonte në media. Këtu jam dakord, nëse ti X biznesmen ka krijuar para, po themi $100,000, si ishte dollarët, ose $200,000 ose $1 milion, para të ligjshme, ku ka paguar taksat e shtetit, dhe nuk i ka të vjedhur, ose nuk i ka nga droga, ose nga krimi, aja është e drejtë e secilit të investojnë në media. Absolutisht e drejtë e secilit. E me ligje, bile është një kontribut që jepet në zhvillim medias. Por, unë e kam fjalën që erdhi natyrisht teknologji tjetër, që futi interneti, tani jemi në epokën e Facebookut dhe Twitterit, ku nga celulari e merr lajmin. Mediat sociale. Por, duhet të them që kjo epoka e dytë, pra pjesa e dytë e librit, them që Koha Jon u detyrua të jetojë në këtë lloj deti konkurrent tjetër, apo jo, dhe u përshtat, aq sa arriti të përshtati, pra nga një mbret i medias ishte një konkurrent normal mes gjithë mediave të tjera. Dhe është normal, epokën e vetë bëri gazeta Koha Jon, pra ku ishte përballja frontale për vrasjen e frikës për një gazetë kurajoze e dekadës së parë, të pas 90-s. Por dite kjo që ju insistoni, një pjesë e medias, së sotme, financohet dhe ka pronar mediash të cilët kanë vetëm pazare, pra informacione nuk e japin si qështë për lexuesin, po e japin të përpunuar dhe në favor të pushtetit të rrallës. Kjo nuk është media e lirë i nderuar Babarama, sepse në qoftë se dikur ishte përballë pushteti me gazetarët dhe pronarët e medias, sot janë gazetarët jo përballë pushtetit, po përballë pronarit, sepse pronari ka interesa X pronare, jo të gjithë, të thash. Ka pronarë. Pra nuk ka më djegje dhe burgosje gazetarëve. Sepse sot është kryeministri i rrallës, i cili merr pronarin dhe pronari bllokon kryedaktorin ose gazetarin. Pra, kjo është një autocensur. Edhe një herë ta theksoj. Ka media, siç e di edhe ti më mirë se unë, të cilët financohen nga biznesmen të ndryshëm, ose grup biznesmenësh, që e bëjnë për pasion, për në shërbim të publikut. Por jo një pjesë e vogël e bëjnë për tendra, për privatizime, për pisllëqje të raporteve të tyre, të kompanive të tyre me pushtetin. Pra shesin trafik influencë këtë të kosh? Absolutisht që po. E kam thënë dhe nëse ti e mban mend që thash një fjalë, siç ka dekriminalizim politik, duhet të ketë dekriminalizim në media. Po bëhet një reformë drejtësi tash, megjithëse me pikpyetje të mëdha, po ecën. Tani ka rralla mbi ka kaluar, sepse pushteti i medias është pushteti i katërt, që pushteti i medias kontrollon pushtetin e tjerë. Është garanti moral i shoqërisë. Pra, siç është media, një pushtet i katërt, që kontrollon pushtetet e tjera në një farë mënyrë, informon publikun e tjerë, nuk është vetë i pastërt. Dhe këtu unë kam kërkuar që kur isha deputet në parlament dhe që insistoj që secili
biznesmen në media deklaroi si e ka filluar dhe çfarë i ka investuar, ku i ka marrë parat. Ilir Babaramo, Nikol Lesi, Marrall, gjithë, dhe kjo është dekriminalizimi i medias dhe purifikim ose një pastrim, nëse bëhet, po unë shpresoj që nuk bëhet, dyshoj bifet, jo shpresoj, dyshoj, sepse janë interesa të thurat mes politikës dhe pronarëve të medias. Dhe ndikojnë një bota mediatike njëra dorë lan tjetër. Mbi politikën, e cila është politikë e pistë në thelb, e cila, i dashur Babaramo, unë them që ky libër është që ta vit tek fundi i emisionit, se besoj po arrim minutët e fundit. Ky libër është ti ke kohë shtesë në këtë emision. Jo, nuk mund dalë më shumë se blushi. Dhe mund të them se libri është vërtet jo se kam shkruar unë, është një kontribut jo vetëm për median kohajon, po edhe për historinë e medias në këto vite. Është edhe një lloj bibliografie që për shkak për vitet e para, siç e tham, nuk kishte media të shumta për të dhënë informacion për çka ndodhur dhe mjafton të hapësh librin dhe gjen çfarë vjen themi 4 shtator 1992. Me del më fjala e famshme e Azem Hajdarit në Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike, që sot brezit ose një pjesë edhe politikanëve kanë harruar. Unë hap aty dhe shënoj në libër 4 shtator 1992. Fjalë natyrisht me një lloj redaktimi besoj të qenë të avokat Ngjeles, por që është shkruar shumë mirë. Pra është historia e këtyre 25 viteve, jo vetëm e medias, po edhe politikës, edhe e gjithë shoqërisë shqiptare. Sidomos për pjesën e viteve 91 deri 97-98, është i vetmi them burim i sakt informacioni për edhe gazetarët e rinj, edhe për lexues e studiues. Nikol, çfarë po ndodh sepse e kaluam atë djegje, momentin e djegjes së redaksisë, po që një akt doon që nuk ka marrë përgjigje nga drejtësia. Në çfarë stadi është? Ky është në progrori dosja, shkon dhe vjen thash. Po. Ka një vendim të gjykatës së lartë që i ka rrëzuar disa vendime, sepse ka 19 vite shkon dhe vjen për gjykata etj. Është një vendim i trupit gjykues prej 5 vetave, i kryesuar nga zoti Zaganjori, që ka dhënë një vendim të drejtë, të vonuar, po të drejtë, se kështu është e vërteta, të vonuar jo për fajin e tyre sepse kanë qenë gjyqtarë të tjerë ndër vite, por këta patën kurajon që kanë shkruar pothuajse që Gazeta Kohajon, siç është e vërteta, është djegur nga pushteti i kohës. Nga segmente kanë gjetur një frazë me shumë elokuencë, nga segmentet pushtetit të kohës. Tashmë çështja është në prokurori dhe mendoj të jepet vendimi final që me sa shohun do shkojë drejt Strasburgut kjo si histori e djegjes Gazetës Kohajon. Por akti i djegjes gazetës nuk është vetëm djegja një redaksie të ca kompjuterave Babaramo. Është akti më makabër që një pushtet ka bërë ndaj një media në historinë e Shqipërisë. E bëri ndaj Gazetës Kohajon, që ishte më e madhja. Dhe këtu nuk është djegur vetëm gazeta dhe zyra ime, po është edhe Babaramos, edhe Erman Shkollakut, edhe Andi Bushatit, Andi Betis, Fevziut, Sander Frangën, Martin Lekës, Arjan Qani, Rudina Gjumë, gjithë emrat që nuk nësas më kujtohet në një tash gjithë Qipës, Bashës, gjithë emrat janë gjithë emrat Gjithë emrat i shkruajnë të libri. Të libri Nikolës Kështjella e Medias. Unë në këtë libër nuk ka punuar të Kohajon, si them me shaka nga njerë kur takoj Ylli Rakipin, vetëm me robazë dhe Ylli Rakipin. Të gjithë bota tjetër mediatike, në farë mënyrë ka pas një pikë kontakti me botën e Kohajon, me Gazetën Kohajon, e cila mbetet sot në këtë treg duke përfunduar. Jo, kemi ende kohë sepse nuk më shpjegove. Don çfarë qëndrimi ka mbajtur pushteti, qeveritë e radhës ndaj këtij procesi që zhvillohet për djegjen e Gazetës Kohajon? Babo, kjo është histori fakt Nikol nuk je më ai që të kam njohur. Është paksa Shpesh i ke bërë dredha bisedës sot. Jo, s'po bëj dredha sepse unë mendova se emisionin e ke të kufizuar dhe nuk të lënë Bolino, po nëse ti ke lirë, nëse ti ke dhe unë sa më tepër t'japim kohën maksimale. Nëse ti ke liri nga Bolino për emisionin, vazhdojmë prapë se libri është 475 faqe, dokumente, faksimile, është një botë e tërë e 25 viteve, është jeta e medias. Tani, që të vite kjo, pjesa e pushtetit, Partisë Demokratike dihet qëndrimi se PD-ja dogji pushtetit. Unë zhgënjimin personal e pata, po edhe që njëri i medias, me Fatos Nanon të PS-s, që thash erdhi në shtator të 97-s, që i kërkova hetimin e kësaj çështje. Dhe kërkesën time, që pata bërë si deputet dhe votues,
e kam thënë pak edhe me humor, pak në libër, por që koha kështu ishte, që tha jepja Kristinës, një sekretare që kishte tek Partia Socialiste. Që s'kishte lidhje fare pa. Tako Kristinën, mos tako asnjëri domethënë. Pra ishte zhgënjim që unë kërkoj një të vërtet për të vënë para përgjegjësisë autorit të ngjarjes dhe që mos guxonte asnjë pushtet i mëpasëm të përballej dhe me media. Qoftë media shkruar, qoftë media radio televizive. Pastaj kaluan vitet e tjerë dhe tani së fundmi një zhgënjim që më kaloi si tangent kur vet avokatura e shtetit, pra avokati i shtetit, që është drejtohet dhe kontrollohet ose urdhërohet, a emërohet që e si duash, nga kryeministri, që është kryeministri i radhës Edi Rama, bashkëpunëtori i dikurshëm i Koajon, i cili ka qenë bashkëpunëtori i gazetës Koajon, ka qenë nga intelektualët më të mirë të kohës, absolutisht nuk e them se është sot kryeministër, kryeministrat ndrojnë. Polemisti zotit. Kemi parë shumë kryeministra Rama këto vite, do ikin Rama, do vi tjerë, por them realisht ka qenë nga intelektualët dhe polemistët dhe më të mirë të kohës, i cili që ta thash vite ma disketën e një disket zez në gjep që e fuse shkrimin dhe ikte, dhe që ka e përjetuar, edhe vetë të merrin e 97-ës, që është rrahur nga policia, është edhe në libër, me mos gabom 23 janart 97-ës, dhe që e di që kush e dojë që kohën tonë, unë i kërkova një gjë. Që Martini doli të kërkonte tetanoz për... Po, bashkë Martin Lekën që jetëm tetanoz për Edi Ramën e rrahur të coptuar nga shiku i kohës. Kemi të avokaturë e shtetit? Dhe avokati i shtetit, që sot drejtohet, thash pra, nga Edi Rama, mbajti qëndrim krejtësisht si linja e Partisë Demokratike e Berishës së parë. Do thotë që nuk e ka djegur shteti, s'majnë përgjegjësi pra asgjë, dhe unë më kaluan dy pamje në seancën gjyqësore, avokati i Berishës dhe avokati i Edi Ramës. Njëti qëndrim. Avokati i shtetit, i kësaj qeverie, mbajti njëtin qëndrim, ose kishte kopjuar copy-paste qëndrimin që kishte mbajtur avokati i shtetit i kohës së Berishës. Pra në raport me djegën e gazetës. Absolutisht nuk është djegur nga shteti. Ndërkohë që në prokurori ka dosje, ka fakte, në gjykat kemi dorëzuar gjitha, çfarë kemi mundur të marrim nga arkivat e shtetit, nga po dhe në gazetarët kemi dëshmuar me gjitha mënyrat, kemi dëshmuar vetë që është djegur nga pushteti i kohës, nga shiku, shërbimi sekret i kohës, i gazetës së 97-ës. Dhe këtu qëndrimi ishte absolutisht zhgënjys. Dhe ja nisa edhe një SMS, jo nuk mund marr përgjegjësi për epokën e Saliut të parë, përgjigje. Ti je detyruar, qofsh kryeministër, kushdo që të jetë, të mbajë një qëndrim në raport me të vërtetën, me të drejtën. Apo jo. Kjo është një ngjarje që ka ndodhur. Dhe këtu pata një zhgënjim, i dërgova edhe një letër dhe tani është drejt finalizimit në gjykatën e lartë, sepse ka edhe një shkallë të fundit prapë çështja, por që me thënë të drejtën, kjo historia e gjyqjeve 19 vjeçare, pra 20 vjet bëhen tash, 20 vjet, pra në mars të këtij viti bëhet 20 vjetori i djegjes gazetës Koajon, është një histori edhe njohje të pushtetit nga brenda, që do të thotë, ndryshe kur janë në opozitë, të gjitha pushtetet, vinë tek ti, bën shkrime, duan për krah, kur vinë pushtet, harrojnë, jo në raport me se unë leje ndërtimi, as kam kërkuar leje ndërtimi, as leje privatizimi fare, as jam marrë me këtë botë fare, jam botues tjetër dhe Ramon. Unë jam botë tjetër në këtë, nuk futën fare në këtë, as du të futën fare, kam pas mundësi, nuk dua fare. Unë du të bëj epokën time, mënyrën time të shkruarit, të them ato dy llafe që mendoj, që kam kurajt i them, dhe s'duhet të kem fare me frikën se merr kryeministri se të hoqa leje ndërtimit. Fare. Dhe të them kjo. Pra, kjo histori kështu u mbyll me avokatit e shtetit të Ramës, pra copy-paste e Berishës. Tani, në libër, unë i kam thënë deri të fundit sa ishte, dhe tani ka filluar ideja se po nxjerrin shumë fotografi, fakte, pas librit kolegët tanë, dhe ka mundësi të bëj një ribotim nga muaj maj prill, të fuzi sa fakte gjëra të reja, sepse ka filluar tash. Çfarë elementesh ka, se çfarë ka po del që kanë dalë duhen disa gjëra që përbëjnë një ndryshim të thelbësor ose të rëndësishëm. Linjen shtyllën kurrizore është e plotë. Çfarë elementesh të reja? Kanë dalë fotografi, gjëra që kanë ndodhur që nuk i kem patur, gazetarë që duan që të jenë pjesë, që janë pjesë e historisë, por që kanë nxjerrë fotografi, kanë nxjerrë dokumenta, gjëra që do t'i bëj një ribotim, po theli pra shtylla kurrizore ngelet, atë që tham, kush ishte koha jon që para media e lirë në Shqipëri që vrau frikën.
Bashkë kemi vrarë frikën. Nikol, falenderoj për intervistën dhe për gjithçka. Faleminderit ju.